Emra të nderuar të Shkodrës, personalitetet të artit, të sportit dhe sipërmarrjes kanë qenë pjesë e sofrës së iftarit të shtruar nga deputetja Edona Bilali. Ajo i ka falendëruar ato për kontributin e çmuar që japin në Shkodër dhe janë pjesë e sofrës së iftarit në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Shumë faleminderit që keni pranuar ftesën që këtë iftar ta hajmë bashkërisht. U bë tashmë traditë dhe shpresoj që edhe ta vijojmë këtë frymë të mirë për me nda edhe disa mesazhe solidariteti e paqe në këtë muaj të shenjtë, por edhe me diskutu mes grash e vajzash për qytetin tonë të mrekullueshëm, për bazën e qytetit Shkodrës, por edhe të secilës prej jush në tavolinë, që është familja edhe rëndësinë e saj, e cila akoma më shumë në këtë muaj na bën me reflektu edhe me paqen në fund të ditës, në momentin që kena familje të mira të shnoshta, kena edhe një shoqëri, një Shkodër e një Shqipëni akoma më të mirë. Në këtë sofër mjeshtra e madhe e humorit Zyli Hamiloti ka rrëfyer edhe momentin e vështirë kur deputetja Bilali është zhendur pranë. Se pishte më luuj i shpi, një kem kapi me hëngë gjithçka. Din amelcina. E ka ba vjehra thotë me hëngë. Kur se harroj. Kur se harroj. E kam përmendi ku një do ta kishte bë çdo shkodrane ti aseti kolos jetuesi i Shkodrës. Ja, faleminderit shumë. Jam shumë mirënjohës. Nga ana tjetër të pranishmet vun theksi në harmoninë mes besimeve që mbizotron në kryeqendrën e Veriut. Unë jam rritë në lagje katolike, e trume Dogaj Bereja. Edhe sot kam një motër Marije, motër që i kena pi gjak, e kam në merit. Edhe ta në shoqet i kam pas. Madalenën e gjinën e tani kam pas si motëra. Dhe më thani jam rritë, nuk e kam absolutisht. S'kam menon që unë jam muslimane, ata në katolike. Edhe një shembull di me më thonë, që unë në 12 paqerek natën e Krishtlindjeve, baba jem të i kenë fetar, mu më ka që prej gjomit me shku në kishtë madhe. Edhe mojnë men në krahin e majtë, ka kënë Betlehemi, edhe kam shku për çdo vit. Kja është një gjë, një mrekullime e thonë kuj, që kam shku për gjithë vjetë, e kam shku me shoqë. E vizitën e Nën Terezës në Shkodër, gjithashtu edhe hapjen e xhamisë së Plumbit, por edhe vizitën e njenit prej papëve në qytetin tonë, dhe gjithashtu në Mamen gjithmonë shkoheshim në kishë kur ishin krizmimet për me pa ritualin se ishte diçka shumë e bukur, edhe kishe lezet me pa edhe fëmijë të veshur në të bardha, edhe një ritual. Për mua është një pasoni e madhe kjo edukat dhe shpresoj që edhe ne brezave tonë t'ja të çojmë të njëjtën edukat dhe harmoni njëri me tjetrin. Pjesë e sofrës së iftarit organizuar nga deputetja Bilali ishin edhe kandidatet për deputetet Partisë Socialiste të Shkodrës, Gjenis Shela dhe Kesi Spahia.